Gjithë kjo diositë fort në stërvitje për ndeshjen e radhës. Besoj që e prisni me interes ballafaqimin tuaj në Amerikë. Normal se është ndeshje e rëndësishme, kena kushtu vëmendjen maksimale, jena stërvit seriozisht, edhe ka qysh tash janë 2 muaj që stërvitna intensivisht bashkë me trajnerët për këtë ndeshje. Si e pritet ofertën për të boksuar në Amerikë për një titull të rëndësishëm? Me thënë drejtën, ishte një gëzim, një privilegj për mu me boksu në Amerikë, sepse siç dihet janë edhe aty boksojnë bokserët më të mirë të botës, edhe është edhe një mundësi për mu e për tanë bokserët shqiptarë. Keni mësuar më shumë rreth kundërshtarit tuaj për nivelin dhe paraqitjet e tij? Po, e di si kundërshtar e kam pa, edhe është një bokser i fortë, edhe i fuqishëm, besoj se do ta zgjidhim në mënyrën e duhur, bashkë me teknikat e trajnerit, shpresojmë që do ta mbyllim edhe para kohët e shpallna fitues. Dukeni shumë i bindur tek fitoria këtë ndeshje. I bindur jam sepse kena ballë stërvitje siç thash, edhe në bazë stërvitjes normal që edhe bindjet janë plota për fitimin e ndeshjes. Ajo është shumë ndeshje të fituar në boksin profesionist, tashmë është edhe mundësia për të fituar edhe Gjerdanin e parë. Duket që gjërat po shkojnë mirë për ju në boksin profesionist. Është ndeshja e 18 për mua që vjen. Shpresojmë që edhe këtë ta bëjmë me fitore, edhe ta kurrizojmë edhe me titullin WBA, edhe e kishte kanë në mënyrë më perfekte. Suksese. Faleminderit.